Një burr godet me çekis dritën në një Kia dhe ajo nuk thye. Pamjet u bën virale duke ndezur debate në internet. A janë dritat e Kias të pathyeshme? Llogaria Sherpa Offroad reagoi me humor. Motori mund të dorëzohet, por dritat mbesin përjetësisht. Por komentet shpërthyen. Disa postuan foto të Kias së tyre me drita të thyera, të tjerë bën shaka. Bëni motorët me materialin e dritave. Një tjetër kujtoi momentin e turpshëm të Cybertruck, po, ky nuk është i njëjti djalë me topa qeliku. Videoja origjinale nga Ovis Auto kishte një mbishkrim thumbues. Motori shpërthen në 80.000 milje, por dritat jo. Si xham i papërshkrueshëm nga plumbi e miratuar nga çekiçi. E vërteta qëndron se dritat e Kias janë prej polikarbonati, një material shumë më i fortë se qelçi klasik. Por kjo nuk është magji e Kias, shumica e veturave moderne përdorin të njëjtin kombinim. Pra, legjendë urbane apo realitet, dritat janë të forta, por jo të pathyeshme.